LDK duhet mi hap derë Vjosa Osmanit në që gjendje që është? Nëse dojnë me mbjetu si parti politike, po. Nëse dojnë me Me mbjetu si parti politike, absolutisht po, se Mjetesa LDK-ja është në ranje të lirë, edhe situata fundit që keme Lumir Abdigjikun është Vjosa Osmani, që e majtë e Lumir Abdigjikun aty. Me ndikimin e saj të delegat që i ka pas në për deg, aty ka pas ndikim ma shumë. Për ndryshe Lumir Abdigjiku sëtësish kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe mendoj që ka pas arsye, ka pas plan, ka pas strategji që pajtohë në që thëmë herët Visari. Është plan e strategji përfshirë edhe zotin Kurti me ndajon e Visar, po jo? Jo Vjosa duhet këthejt, po LDK duhet të këthejt Vjosën Kurti duhet një LDK me fuqishme se PDK-ja, kështu që automatikisht unë e shof zonin Osmani pjesë të LDK-s edhe kryeministrë të arshme. Kryeministrë të arshme. Profesor, a duhet LDK të japë dyrë zonjës Osmani në këto rretana që janë? Duhet as duhet, thë din vetë LDK-ja, po unë mendoj që LDK-ja natyrisht nuk e bën presidente kryetaret të LDK-s, se Lumiri sot që është përdojnë me lëshu vendin, po mundën me bo një koalicion zgjadhor, ajo me një listë, LDK-ja, më thonë që kish me forcu LDK-n. Nështë edhe jo edhe parë se listet, nështë edhe dyta, Zonja Osmani me një listë veçantë? Unë me një listë veçantë, sepse shudëzën ajo i tërheq disa njerëz nga shoqëria civile, nga intelektual, nga shtu, edhe kjo i vjen si përforcim pastaj LDK-s, edhe kështu, besoj që kjo është me 16 që komendohë. Takimeve që i patë me njerës, për qelsat që i thatë partisë. Gjykymat, ku i kalon gjykymat për Lumir Abdigjikun. Sa do të mja marrë ata gjykyma. E ka zë që ato e ka sënime. Po, e ka sënime, po... E ka sënime me marrë LDK në partitë konsolidume me hitash. I bod vendi diku se ka të lashë e Alshon dhe Vjosës. Po, e Alshon, nëse bod president, po... Nëse bod president janë tjerë ujqë atëherë që e marrin LDK në dorë. Që nga prapa, po. Që kanë synimin që të marrin partinë në ndrejtim. Arton? Aktualisht i vetëmi shpitim i LDK-s është Vjosa Osmani. Që s'pe menon edhe të kundërta? Që s'pe menon edhe të kundërta? Nuk është të kundërta. Ka rezultu që s'është të kundërta, dy parë zjedhe i patëm. Jo, ama për shambull mërët me egzistu një grupë votus që thojnë kjo presidente mu ma ka dëmtu partin LDK, ma ka dërgu drejt humbje, sepse unë duhet me votu prapa to. I kanë... Koalicionitet. I kanë lokalizuat grupë që kanë thonë aprishi partisë, aprishi partisë. Dhe me thonë problemi kështu i izolum. Okej, po, duhet që i vetë një shpëtim. Vëtëm përmes LDK-s se rritur zoglohet vetëvendosja. Sepse ajo e ka synu elektoratin LDK-s edhe këtë elektoratin LDK-s e ka. Pandaj PDK është e qëndrushme, kështu si që është, mund të shënoj rritje, por LDK-ja mund të adopsoj vetëvendosje. Ma shumë se parti tjera. Po, vetëvendosje. Ma shumë se parti tjera. Po, ndoshta, nëse shtrohet pyetja, a është e drejtë që Vjosa Osmanit kthehet në LDK? Kjo është pyetje e hapun, për njerëzit e gjykojnë forma ndryshme. Ka të tillë që kanë me thonë çdo që e the ti, që ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në gjendjen që e ka partia. Mirë po është domosdoshme dhe nevojshme për LDK-n, absolutisht është domosdoshme në rrethona të cilat gjendet dhe në cilin do format dhe zotëria Abdigjiku, rikthimin e Vjosa Osmanit ka me ekspozu si fitore edhe të vetën, sepse me ardhën e Vjosa Osmanit ka murrit LDK-ja dhe nesër edhe Lumir Abdigjiku ka me thonë apeshet që prap une si kryetari LDK-s arrita me rrit. Ndërsa të pjesa e listës, deri vonë kam pas dyshime që ka me bo listë veçantë, po si pas kësaj që po sillet kohëve të fundit, siç duket Vjosa nuk e ka interesin me shku si listë, po siç duket do të ketë, domethënë me grupin e vet do të futen direkt. Po shkak ndërsa mos me konsumu në kohën procedura e gjona tjera. Edhe si ka, jo, për atë pjesë e krijon grupin Stamermenja mbrenda ditës, e krijon grupin, po mendoj që interesi i saj është me bën një lloj rikthimi pak më pompoz kështu në LDK, jo si listë, edhe me rrit. Vjosa, sidomos një pjesë e konsiderueshme e diasporës, e respektojnë shumë Vjosën. Kjo është shumë e saktë. E respektojnë shumë,
diaspor vjosa mërë 1%. Për njësës edhe këto e pam që pak e diskutum puthjen e dorës vjosës që ke pak shqetësuese për shoqërinë tonë. Është një pyetje prof që po harrojna me shtu. Mentor. Është shqetësuese për shoqëni, kush do qoftë, bëden, jo veç zonja Osmani, po kush do qoftë në vendin e Osmanit, është shqetësuese se çfarë po kalojmë si shoqëni. Kur gjë hes bash, kur gjë s'ka bërë për Kosovën. Çysh i Edhe me pas bu. Reagimet e njerëzve smunë është minor. Edhe me pas bu, nuk... Kosti, po, edhe nëse ne lideri përgjithshëm nuk e qeta të veta. Nëse për të në kështë Bile ban thirrje mos e Nuk e ka publiku. postum duket. Bile ban thirrje mos e Ajo publiku. ke, zgjidhjo kush e ka postuar. Sa kam informata, derisa jemi në studio, çmimi i novës është rrit për 5 cent, kështu që na. Që unë shkoni të shpia. Apo më shel, se na ka gjoza që s'më